Komiteti Politik Europian, nuk është Bashkimi Europian, nuk është Komisioni Europian. Informoheni se vetë kryetari juaj është i pa informuar se çfarë po bëhet fjalë. Është një organizëm i ri, i cili përfshin për vendet e Europës lindore, të cilat nuk janë integruar për pasur një mekanizëm. Sepse Macroni kërkonte që të vinte jashtë Bashkimit Evropian. Pikërisht nga vendet e Evropës juglindore zgjedhin Shqipërinë. Mund ta bëjë Serbi, nuk ka asnjë problem. Nuk është një meritë jashtëzakonshme e Shqipërisë. Për të lënë qeta, sepse shpenzime për ne janë ata. Mos e kujton se janë unë shikoj pak promovim të Shqipërisë. E shikoj pak ndryshe nga Lita. Si e shikon? Pra, domethënë nuk e shikoj në formën e shpenzimeve, pse unë kam 100 kritika për Ramën në mënyrën se si drejton, por e shikoj edhe në një formë PR-i. Është shumë e rëndësishme në kuptimin sepse pavarësisht problematikave që ne kemi të brendshme, por duhet ta kuptojmë në koncepte edhe marketingu, edhe për të thithur turist, edhe për të dhënë një garanci, edhe për të hyrë në këtë arenën, edhe duke qenë se ne kemi rival në turizëm, shtete si Malezi. Se ti po merr imigrantët afrikanë, ti po ju bën nder atyre që s'ja ka bërë asnjë vend tjetër. Ato janë gabime, por kjo nuk ka. Unë e flas në këtë sens. Për çapa buke që ne ju japim atyre janë pa nevojshme, sepse ata mund ta bëjnë mes Parisit, mes Romës, në Berlin. Unë flas duke qenë se të njëjtën e mendoj në këtë. Nuk është se Shqipëria do bëhet qendra e botës dhe qendra e Europës. Nuk është ai Nuk jemi inferior. Jo, nuk është çështje inferioriteti, ma beso, por është në çështje marketingu. Tani unë, domethënë, si njeri që ja marr me komunikimin. Para 2 vitesh erdhën në Shqipëri Ermal dhe folën për gazën, e kupton? Vetëm për Shqipërinë nuk u folën atë samitin. Ato janë, e kuptoj shumë mirë. Samitet kanë një agjendë dhe agjenda nuk ka të bëjë lidhje me Shqipërinë, Dakor, por është një kthehet një vëmendje. Dakor. Merr një vëmendje. Momenti i dytë, i cili është shumë i rëndësishëm, duhet ta theksojmë. E para herë që nuk ka një agjendë në lidhje me Shqipërinë. E dyta që është një grupim politik i cili është bërë për shkak që vendet e Europës juglindore mos të lehen që të bashkohen me shtetet tjera, por t'i afrohen politikave të Bashkimit Evropian. Sa gjeopolitikës si strategji, shumë larg. Shkojmë hymë një çështje tjetër. E thashë gjeopolitikë bën pse, na çon në biseda që diskutova në këtë kontekst. Një çështje pa vlerë, pa vlerë. Është kandidati Pogradeci që peshkimin e ka. Po s'ka peshë se vetëm vjetër. Realisht më ka surprizuar se është mbi mesatare e profesorëve të PS-s dhe është shumë i artikuluar dhe shumë mirë për të drejtë. Nga ju. Ishte me ironi? Jo, si ishte ironi, Dangli nuk marr, do të marri lajmi, nuk e ka. Nga ju e vlerësoj. Zoti Gjoni, zoti Manja sot ju sfidoi nga sheshi Skënderbej, tha do marrim 4 mandate në qarkun e Lezhës. Ju sa mandate e keni projekcionin tuaj? Ne 4 mandate i kemi dhe këto 4 mandate ne do i ruajmë. Për këtë të jeti sigurt jo vetëm zoti Manja, po edhe zoti Rama, por ne po luftojmë për mandatin e 5. Dhe në vitin 2021, në rast se partitë të tjera do kishin qenë koalicion siç janë ditën e sotme, mandati 5 në Lezhë ka humbur për 240 vota. Dhe t'jeni sigurt që pakënaqësia është rritur akoma më tepër, strukturat e Partisë Demokratike në Lezhë dhe në Qark janë më aktive, njerëzit të cilët shumë veta janë regjistruar dhe sot Qarku i Lezhës ka rreth 15.000 emigrantë të cilët është një mandat e pak deputetësh të cilët do ndryshojë edhe balancën e Qarkut të Lezhës, por nga krahu tjetër t'jeni të sigurt që Partia Socialiste edhe me figurat të cilët sot përfaqëson Qarkun e Lezhës janë figura anonime, merrnin sot dhe nxjerrin në studiot televizive, vetëm kur i merr Rama në podcastin e vet, t'jeni sigurt më shumë flet të Rama se sa flasin. Ose kur del rezultati i zgjedhjeve, pastaj që ama të gjitha këto figura janë surprizues. Jo, të gjitha këto figurat që sot janë në Lezhë, o kanë grupe të caktuara biznesit që ne i njohim shumë mirë, ose kanë grupe kriminale të cilët i suportojnë dhe i kanë futur atje për të qenë. Shumë ju tha, nëse keni fakte çojini përpara drejtësisë. Po, më grupe kriminale më shumë se që janë goditur në këtë periudhë, nuk është goditur për në Shqipëri. Tashti, nëse do të kishte një vullnet për të mbrojtur, nuk do ishte kjo situatë dhe ky realitet. Grupet kriminale. Por ato janë pjesë e drejtësisë dhe vazhdoi drejtësia të bëj punën me ato. Jo, drejtësia sa kohë fusin durt në zgjedhje, nuk është problemi vetëm i drejtësisë. Okej, se jemi drejt fundit. Çomom, cili është projekcioni që keni në qarkun e Korçës? Atëre, të themi projekcioni më pesimist për ne është 6 mandate Partia Socialiste dhe 4 Partia Demokratike, ndërkohë që çdo ditë punohet duke bërë, po themi,
punë masive si në teren dhe si me strukturat, po ashtu dhe me emigrantët, që kemi bërë një punë shumë të mirë të gjithë banorët e Qarkut Korçës, dhe synohet 7 mandate për Partinë Socialiste dhe 3 mandate për Partinë Demokratike, dhe besoj që do t'ja dali me sukses këtij projekcioni, pra 7-3. Unë ju falenderoj shumë për bisedën dhe ju uroj realisht shumë suksese në fushatat përkatëse. Shpresojmë që 11 maj të jetë një betejë e paqët, e qetë dhe me perspektivë për qytetarët shqiptarë. Ju falenderoj shumë për bisedën, nderuar. Faleminderit. Nderuar shikues, jemi në fund programit. Ju le takim mbrëmjen e nesërme, ku do jemi me ministrin e jashtëm Mik Lesani, po edhe një panel për të diskutuar të tjera zhvillime. Nga unë Andrea Dangli, natën e mirë dhe shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën.